Analisti i Kreshnik Spahiu komentoi reagimin e bërë nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara për zgjedhjet e 11 majit. Sipas Spahiut, mesazhi i shkurtër i ambasadës ishte një qëndrim i ftohtë që nuk i jep entuziazëm mazhorancës, dhe nga ana tjetër i shuan shpresat opozitës. Ishte një mesazh i ftohtë. Kjo nuk përjashton mundësinë që kur të zyrtarizohet qeveria të vijë një mesazh i nivelit më të lartë. Ishte një mesazh që mbyll shpresat për opozitën se ishte komardarja e fundit, ku kishte varur shpresat opozita. Megjithatë, unë mendoj se PD do e vazhdoj kontratën e lobimit, sepse varet ekzistenca e PD-s dhe e leadershipit. Berisha kërkon të normalizojë marrëdhëniet me SBA-n, se për ndryshe i bie kalaja, SBA është më shumë indiferente se sa interferuese. Analisti tha po ashtu se ka ftohtësi në marrëdhëniet aktuale mes SBA-s dhe vendit tonë, teksa kujtoi se kryeministri Edi Rama nuk ka zhvilluar asnjë takim me presidentin Donald Trump, që kur ky i fundit mori mandatin e dytë në krye të shtëpisë së bardhë. Se SBA ka ndërhyrë në zgjedhje, ndërhyri në Kosovë dhe vende të tjera. Në Shqipëri ka qenë indiferent, por kjo nuk është aq pozitive se Osmanit i ka dhënë Trump dorën 3 herë, që kur është rikthyer në krye të shtëpisë së bardhë. Me Shqipërinë ka një ftohtësi të dukshme, që më shumë mendoj se ne nuk jemi fare në agjendën e SBA-s për momentin, ose ende nuk ka ardhur në tavolinë diskutimi. Ndërsa uroi popullin shqiptar për zgjedhjet, në reagim ambasada thekson se presin të vazhdojë partneritetin me Shqipërinë. Urojmë popullin e Shqipërisë për zgjedhjet parlamentare dhe presim të vazhdojmë partneritetin ton të ngushtë me Shqipërinë, ka shkruar ambasada.